Nga themelet e qytetrimeve të hershme tek gjurmët që koha nuk arriti t'i fshijë. Çdo gur ka një histori, çdo rrënoj një kujtesë. Ta na kanë filluar njerëzit me morë gur pe këtu. Ky është emisioni që zbërthen heshtje në shekujve, që rikthen zërat e lashtësisë. Është një kalo, po është e vjetër shumë. Sa do është, çfarë mure po, nuk di. Në gjurmë të lashtësisë. Sepse historia Nuk është vetëm e shkuara. është identiteti ynë. Parketaria, zjarri që mban gjallë kujtesën, por zeje në zhdukje. Nëse do të ktheheshim më shumë se 2000 vjet pas në kohë, në trojet e Dardanisë së lashtë, do të dëgjonim po të njëjtin tingull që mund të dëgjohet edhe sot në ndonjë punishte farkëtari, goditjen ritmike të qekanit mbi hekurin e skuqur. Onur Berisha bën punën e farkëtarit që 15 vjet, ai që i vogël kishte mësuar këtë zeje nga babai i tij dhe e bën me pasion edhe sot. Unë e pëlqej punën, Apo? po, edhe du me vazhdu këtë punë, se është normal zaneti mirë, nuk len keq asnjëherë, po dikush që ja din vlerën, gjithmonë vjen te flakatorit. Zotë Berisha, ju keni marrë këtu me prezentu në këtë festival edhe mjetët punës që i keni punu vetë, apo? Po, Qa është kjo? Kjo është që e fryn zjarin, dhe më thonë, kjo është të botit. E fryn flaki, Po. Aha. Edhe duhet vazhdimisht të jetë fuqi e madhe e zjarit, apo se për Po. me shkri hekër duhet për shumë. Po, normal. Ama mjafton kjo, është normal. Aha. Çfarë metode e mirë kjo, domethënë si Po. pompim, po i fryn zjarit më shumë. Këta e kanë bo shumë vite më herët. Qysh e ka emrin kjo? Fryrse e zjarit, qysh e quhet? Siç, Siç? po ndoket. Aha, siç i zjarit quhet. Po, Kjo është, kush e di sa e vjetër, a? Sa duhet të jetë e vjetër? po ma merr menja që ka shumë vite, po nuk e di sakt se Aha. kjo prollo shumë aty. Çfarë materiali ka? Si gum? Edhe Ka pak. një farë gumë e knej, edhe ka drosa. Po. Ka një heker aty që e fryn ajo. Edhe këtë metodën e ogjakut, me thënë me bë pompimin e saj, e pas këtë zgjedh, a më june me përdorë? Po, sigurisht. Pas ka pesh kjo. Me thënë, kështu e vlerësoni vetë, apo? Po. Interesant. Sa mundeni me ullë, sa mundesh me qu këta? Në vore sa e kërkon zjori. Aha. Çfarë dru përdorni që me bo shumë pru? Çfarë lloj druri? Bumë dhe çara? Zakonisht e përdorëm qimill, Po, po sot nuk kemi. kene për marrë vete. këtë Kemi marrë po. këto për... Do me thënë, ju duhet prosh ma shumë, jo Po. flaka, po? Po. Po. Çfarë mjetë të tjera të punës kene marrë këto? Nuk kemi marrë shumë, kjo është, do më thonë... Edhe këto e keni prodhu jo, po. Po, Po. edhe kjo është për bingë të dhatë për me që hop. Edhe këta më të vogla. Disa nga mjetët si këto të Onorit i kanë zbuluar edhe arkeologët në vendbanime Dardane dhe Ilire. Të vjetra vegla pune, armë dhe objekte prej hekurit që dëshmojnë se mjeshtria e përpunimit të metaleve ishte zhvilluar shumë herët në këto vendbanime. Në qytetet e lashta të Dardanisë, si Ulpiana, Municipium Dardanorum e qendra të tjera të rëndësishme, parkëtarët ishin ndër mjeshtrit më të çmuar. Ata prodhonin veglat me të cilat punohej toka, ndërtoheshin banesat, zhvillohej zejtaria dhe mbroheshin vendbanimet. Sot teknologjia ka ndryshuar, por parimi ka mbetur i njëjtë. Zjarri, hekuri dhe dora njeriut që jep formë metalit.
pushojmë duart e një farkëtari të sotëm duke punuar hekurin, është vështirë të mos imagjinojmë se me lëvizje të ngjashme kanë punuar edhe mjeshtri Dardan para më shumë se 2000 vjetësh. Mjetët kanë ndryshuar pak, por mjeshtria ka mbetur pothuajse e njëjtë. As dorëzat nuk e ndaj. As dorëzat? Jo. Aha, je mësu me... Na të shë durt? Durt të forta. Po. Do me thënë, je mësu këtu me majtë Po. pa mbrojtëse, pa dorës? Po. E mban hekurin e nxehtë ashtu? Besoj që po. Sepse ai nxehet shumë kur të merr temperaturë. Normal, po Je mësu shpejt me reaguar. je mësu. Kjo vazhdimsi e bën farkëtarin një nga zanatët më jetëgjata në historinë e qytetërimit të këtyre trojeve. Shumë kohë përpara se të ekzistonin fabrikat dhe makineritë moderne, farkëtari ishte mjeshti pa të cilin nuk mund të funksiononte as fshati as qyteti. Nga duart e tij dilnin pluqet që punonin tokën, sapata që prisnin trut, patkojnë për kuajt, gozhdët për ndërtimin e shtëpive, veglat e zejtarëve, madje edhe armët për mbrojtjen e vendit. Që në epokën e hekurit, dardanët njihnin nxjerrjen dhe përpunimin e metaleve. Pasuritë zejtare të vendit u krijuan mundësi të prodhonin vegla pune, armë dhe mjete të domosdoshme për jetën e përditshme. Gjetjet arkeologjike dëshmojnë se përpunimi i metaleve ishte një nga shtyllat e zhvillimit ekonomik të Dardanisë. Afër Ulpianës, një prej qyteteve më të rëndësishme të Dardanisë, kërkimet arkeologjike kanë dëshmuar se nxjerrja e xiheve dhe prodhimi i metaleve ishin një aktivitet me rëndësi të veçantë për zhvillimin ekonomik të rajonit. Punishtet dhe veglat e zbuluara flasin për një traditë të gjatë metalurgjie dhe zejtarie. Në mesjet, farkëtaria u bë një nga zanatët më të rëndësishme të qyteteve shqiptare. Në pazaret e Prizrenit, Gjakovës, Shkodrës, Beratit, Elbasanit, Tingulli Qekanit, mbi kudër ishte pjesë e përditshmërisë. Edhe sot procesi mbetet pothuajse i pandryshuar. Metali nxehet në zjarr derisa të skuqet, punohet mbi kudër me goditje të njëpasnjeshme dhe në fund ftohet në ujë ose vaj për të fituar forcinë e nevojshme. Për me zbut metalin duhet me shti një herë në zjarr, me zbut me metalin. Na qysh dojna e lujna me hekur, edhe do më thonë, ja kthejmë prap atë fuqinë e vetë metalit. Në keni metoda që e ktheni? Po. Pak profesione kanë ndryshuar kaq pak gjatë shekujve. Megjithatë, sot ky zanat po bëhet gjithnjë më i rrallë, furnishtet tradicionale po mbyllen, ndërsa mjeshtrit që ushtrojnë këtë profesion janë fare të pakët. Me syre është edhe Onur Berisha. Është me rëndësi se na një punë që e bëjmë që të jetë kvalitet, edhe që të jetë me rëndësi, për shembull, të jetë i kënaqur ai person që cili vjen klient me punën që e bëjmë. Po. A keni traditë në familje? Po. Unë e mora zanatin për babës. Po. E baba e ka marrë për gjyshet e të gjyshet e. Çka keni punu në këtë zanat? Kena punu kështu normal për kual, për kolica, si sene. Senet e përpashme nuk i këm arrit me po qësh bohen, po senet e tashme jam të përdorë dhune, jam të kryje dhune. Po. Jemi të i po për shambull sakicën, omi, traktorit, shumë loja tjera. Mjetet punës? Po. Çka i duhet një fërkatari për mi prodhu këto mjetet e punës? Po, normal metal, edhe pe metalin na e prodhojmë, do më thonë, sakicën, teslicët, umit, këtë që ka pe metalit, na e prodhojmë. Për Onorin, farkëtaria është trashëgimi familjare, përgjegjësi dhe pasion. Çdo vegël që del nga punishja e tij mban vulën e punës së dorës dhe të cilësisë, një filozofi që është ruajtur brez pas brezi. Pikërisht kjo ishte dhe arsyeja pse ai u ftua të ishte pjesë e festivalit Etnofest si vjet. Jemi të e bërë
domethënë një punë me kvalitet. Jo për shembull me marrë një mjet me blenë e kon, edhe me të lënë për shembull kur të punon me to, edhe me lënë vetin keq për pak pore. Domethënë tash na e bëjmë pak më ndryshe çmimin e kena, dhe ndoshta pi çmimeve njerëzve klientët janë tu largu pak, amo duhet ata me ditë që e bëjmë një punë që të jetë e kënaqur edhe ata edhe ne. Kush ju ftoi këtu në Etnofest? Fadil Hyjsaj. Po. Edhe me çfarë koncepti, me çfarë ideje që të prezantojnë? Të prezantojnë atë të ngritjet e zëri e flakatorit. Kjo kone esenca, edhe me të vërtet nuk duket të zhduket zëri flakatorit. Sipas drejtorit të festivalit Fadil Hyjsaj, ideja për ta sjellë farkëtarinë në qendër të këtij edicioni lidhet me kujtimet e fëmijërisë edhe me bindjen se zanatet të tilla nuk duhet të mbeten vetëm pjesë së kaluarës. Me thënë, e para që më ka kujtu pas i kam vendosur me këtë temë me bon temë qendrore të këtij edicioni, ka qenë farkataria. Ne kam qenë fëmijë, ka qenë lagje aty ku jam rrit, një farkatar, që unë kam shkuar çdo ditë me përcjellë si farkon hekurin, si bën ato punimet që realisht janë punuar në farkatari. Dhe unë kam lutë me përdor këtë rshicin. Rshich, po. Rshich është kjo, unë i kam qenë shumë i gëzuar kur kam arrit me gjetë një tillë edhe me prunë në muzeun etnografik që e kemi këtu. Është një rshich në gjendje të rregullt, i jashtëzakonshëm edhe jam kur kam marrë te kjo, kam ditë që herë të kur një performancë tillë kemë sjell festival. Dhe një të kohë me arrit, me bë diçka që Ministria Kulturës, shteti jonë, me rujt një trashëgimi tillë cila është në zhdukje. Edhe kam gjetë personin i cili është i brezit të ri, që ka trashëgu nga baba e tij nga gjyshi nga stërgjyshi, dhe kështu këtë mënyrë ka ardhur deri në këtë gjenerat që ka gjasa me vazhdu. Mirë po, ajo që konsideroj që është me vlerë dhe do të jetë me vlerë në të ardhmen është që na jemi përgjegjës nëse do të ekzistojë ende kjo lloj zeje fisnike, ndoshta prej më të vjetrave që ka ekzistuar në Evropë. Për Fadil Hyjsaj, ruajtja e zanateve tradicionale është detyrë e institucioneve dhe gjithë shoqërisë. Pa mbështetje konkrete, shumë prej këtyre mjeshtrive rrezikojnë të zhduken bashkë me njerëzit që ende ju ushtrojnë. Derisa kem temën e kujtesës, nuk kemi drejt me leju më në zhduk eksponatet cilat kanë histori. Nuk e din askush që kjo është qujtë rshich. Përmes cilët farkatari mirë ka ditë sa duhet me dhanë frymë qelikut, hekurit, para se me farku. Dhe sa duhet me dhanë ujë në atë koritën e madhe, se dhe na nuk kemi arrit njerisht me sjellë këtu, për me kriju këtë qështë atë oficinën e farkatarisë si ka qenë atëherë. Po tash kjo është vetëm një lloj demonstrimi për këtë festival, po shpresojmë në të ardhmen ne do të kryejmë këtë qështë oficinën si ka qenë atëherë. Jo vetëm për farkatari, por edhe për punëtëri tjera tradicionale, cilat realisht do të mundohen me ia dhënë hapësinë të tyre, edhe zejtarët, ata që kanë mbetë me sjellë në Kukaj, dhe vizitorët, brezi i ri, me pa se si është jetu atëherë, se si është punu atëherë, dhe çka është kriju për këtyne eksponatës, për këtyne rekvizitave tradicionale me cilat ka punu është punu në periudhën e baballarëve dhe gjyshbetarëve. Sa mund të ruhet sot, sepse kërkesa ndoshta për mjetet punës tash që punohet nga farkëtari mund të jetë e vogël.
Sa është e rëndësishme të ruan këto zeje? Po me është të kujtesa e brezave, nuk uzojmë me anashkalu, nuk uzojmë me harru, se këto humbin me gjitha veprimet që janë bërë përmes këtyre mjeteve punës. E kemi këto një numër mjaft madh të eksponateve, se i kemi mbledhur shumë treva të Kosovës dhe i kemi sistemuar në arkivin etnografik. Kemi bërë pastaj një numër të madh tyne si maketa të vogla. Është një plak shtime Hasan Dresa e quhet, i cili ka kryer mbi 20 eksponate, maketa më të vogla, cilat në një mënyrë e ruajnë dhe kanë mundësi të ribahen kur nëse veç kërkohet tamë. Dhe ato faktisht nuk janë mbrojtje të shtetit, po janë mbrojtjen tonë. Shpresoj që shteti kemi me inspiru me bë diçka në këtë plan. Kjo është misioni jonë, Etnofesti është kryer për këtë arsye. Industrializimi gjysmës së dytë të shekullit të 20 ndryshoi rrënjësisht këtë profesion. Prodhimi në fabrika e zëvendësoi punën e dorës dhe numri i farkëtarëve tradicional ka rënë ndjeshëm. Nuk kam mushtëri të rregull. Edhe për këtë arsye nuk ka levërdishëm. Prandaj konsiderohet në zhdukje kjo zeje, si shumë zeje tjera, fatkeqësisht. Kjo këtu, mënyra tash si eksperti i ri, din me ban këta, është dikush tjetër nuk din. Unë kisha harru gati kur kom qenë fëmijë kom ba, një farë mënyre, po sa mi dhanë frymë zjarit për me bot gatshëm hekarin. Ideja për me ndërtu këtë siqin, siq, a? Rëshiq. Rëshiq është. Të më thënë, fjallë shqipe, por shqet kjo, a? Qësh mundet me interpretu këtë fjallë? Në gjuhtarë të ri, ose më të zbërthy këtë fjallë. Nuk është dashtë me njoftë saksisht atë periudë. Ne kemi humbë me mija fjallë për shkak të unifikimin gjuhës. Me standardi i ka rënu, i ka shkatru në 90% fjallëve të shqipe që në përdorë në Kosovë apo në Shqipërinë Veriore. Sepse momenti kur është ndryshu gjuha, në farë mënyre, në humbë leksiku, është humbë një leksik i madhë, është nxjerrë nga përdorimi, se frazeologjia pas viteve 70-ta, i ka hezë në ujë me aplikimin e standardit është duk komplet një arsenal i madhë fjallësh, cilat realisht lidhen me veprime dhe përkatëset mjeteve të punës. Ato kanë emën, të pasë një emën edhe kanë pasë edhe një histori, një kujtesë, cila nuk mundet mu kujtu në mënyrë me standardin e ri të gjuhës shqipe. Po me ato që e kanë pas. Pikërisht kështu ka ndodhë, mjerisht na kujtohet që diçka ka vlet kur për humbim. E vërtet, shumë interesante kjo. Misioni e Etnofestit është pikërisht kjo, që mës me leju më në vdek trashëgimia që mandej me vajtusi. Drejtori i Etnofestit, Fadil Hysaj, ka një porosi për institucionet e Kosovës. To nuk mjafton me majtë muzeje. To duhet me sjell në situata vepruese çfarë kanë qenë atëherë. Edhe me pasë si punohet, si është parkur hekuri përpara. Dhe punimet drunit, punimet leshit, veshjet si e punu, si ka qenë ajo Valavica, para të cilën punu Zhguni. Një kam bërë dikun Kosovë, edhe ajo se ku me ditë dhe sa që ndonë kam ekzistuar, nuk e di. Në thonë janë zeje në zhdukje, për cilat në kukaj ka mundësi, ka hapsin të kryohen oficinat, edhe të ato të mirëmban, edhe të buxhetohen nga Ministria e Kulturës, këta njerëz të hynë pagë, edhe këta të punojnë, jo ma për ata që kanë me porosit nëse për diçka e duhet, po të punojnë pikërisht ashtu që punu atëherë. Ashtu që është punu atëherë. Nuk ka detyrimi me rujt mjetin, detyrimi është me rujt veprimin
dhe punën e cilën është bërë me atë mjetë. Mënyrën e atëhershme. Në Etnofest ka edhe interesim të huajve, vizitorëve të huaj, edhe janë kundërshtar të pyesin ata për këto që kemi nga e kaluara? Janë, përvëndej që në Koreshti aty në është më e madhe se sa jona, për vetën tonë. Kjo është për studim, pse është kriju ai lloj kompleksi i nacional, që me u marrë me të kalumen, me u marrë me vjetrën, më dukë siguri më rëpametën. Kjo është pasojë asaj murtajës komuniste që duhet me kalu ka ardhmja, kalu me anu vlenë, se ajo vargjet e internacionalës në botën e vjetër ne do të shkatrojt që nga themeli dhe pastaj në nisë për fillimit. Një botë të re në vend të saj do të ndërtojmë dhe fështis familje. Kjo mirë. Po këtë lloj procesi ne fatkeqësisht ka ndodhur që me mëna më postrit disa herë. Për me u adaptu, tash ka fillu më bo vetë, betio i dëshiru shumë, prind i favorizojnë ose insistojnë që fëmijët e tyre më shpejt me mësua anglishtën, për më bo gati për më largu për Kosovës. Ato shprejnë shumë mirë në anglisht, gjuha shqipe belbëzojnë për shkak se ju ka marrë gjuha e nanës. Ama që ja ke marrë gjuhën e nanës si po shtëpia, ai më nuk dinë fort. Edhe në jetë inferior, po fëmijët e kanë gjetë një rrugë tjetër, po flasin gjuhën, nëse mendojnë të ardhmen me. Edhe po ndodh konvertimi i natyrshëm gradual, pa pas nevojë për një politikë asimiluese dhunshme çfarë ka pas në kalim. Po rrjedh vetë një farë mënyrë. Po rrjedh vetë, ashtu. Sepse na kemi liju më na ndodh kjo punë, nuk ju kemi afru brezit tri kush gjatë me vlerë nga kaluara jonë. Shumë e vërtet. Dhe smojmë s'kemi drejt edhe me kërkupi tyne. Sepse s'ju kjo ofru në kurikulas. Nuk ka kurikula, nuk ka një politikë e cila trashëgimin e vënë si e favorizon ose subvencionon shumë atëpër. Prej kur kom fillu, profesor, me bo këtë emisionin në gjurmë të lashtësisë, që fletë për antropologjinë e dikurshme të njerëzve tanë, për arkeologjinë, për temat të ndryshme që ka pas Dardania jo, kom fillu me vendu kush jemi na sot, sa jemi transformuar në shqipë. Ne jemi sot, si që të atë zepthumi, ashtu se dona miku. Shpresoj që kjo këmbon alarmi ka mund të zhu pak ma shumë në pozitat vendimare se nuk ka me qenë pjesa ma e padishme e këti populli. Por do të vinë njerëzit meritorë që e dunë këtë vend, e dunë kulturën e këti vend, e dunë këtë popull, e dunë kulturën e këti popull. Dhe bajnë diçka që vërtet vlenë edhe mund të bjetoj edhe shekullin ashtë. Kështu si po shkojnë që vendimet për projekte, vendimet për kulturën tonë, vinë nga njerëz që krisisht anonim, e cilë s'kanë kurrë mas vetes, me biografi ose me CV, mos ka thonë zero, po do mund të parënësish me fare. Edhe na jemi viktim e vendimeve të tyre. Etnofesti është një prej projekteve më të mëdha në Ballkan, me një shtrimje dhe mundësi që realisht nuk i ka asnjë kompleks etnografik jo vetëm në Ballkan, po më gjatë. Na jemi ende figurojmë me mas pak të subvencionuar nga projektet kulturore të Kosovës. Askush nuk subvencionon as mirëmbajtjen e këtij kompleksi. Ruajtja e farkëtarisë është ruajtje e dijes, e mjeshtrisë dhe identitetit kulturor që është përcjell brez pas brezi, sepse sa herë që mbi kudër bie çekani një farkëtari, nuk merr formë vetëm një copë hekuri, merr jetë edhe një copë historie. Dëgjuat emisionin Në gjurmë të lashtësisë, autore Hyrte Jeci.